Atëherë mas nesme na pëlqen. Dhe që unë mendoj që prapë janë dy regjistra, nëse piknisja për kritika ndaj gjykatës kushtetuese është një komunikat e ambasadës amerikane për pezullimin e dialogut, unë mendoj që ajo nuk ka qenë arsye dhe nuk ka qenë shkak se edhe ato që pajtona me profesorin, që na secili duhet me rujt të drejtën me kritiku institucionet, përfshi dhe gjykatat, ku na besojmë që ato janë të padrejta. Dhe mbi këtë premis, na e kritikojmë gjykatën speciale, apo jo? Pra, dikush beson që ajo është e padrejt, dikush tjetër mbi besimi që një gjykat tjetër është e padrejt, mundet me kritiku, po i zbatën vendimet. Dhe nëse na marrim... Nëse dakord jo me ty, nëse e këshyrim për nga hierarkia kështu e gjykatave dhe institucioneve, gjykata kushtetuese është bile, për nga hierarkia e institucioneve të shtetit Kosovës, është më e rëndësishme se gjykata speciale. Kurti nuk e kursen, hiç gjykatën kushtetuese, po për gjykatën speciale, rolle hiç flet. Po sepse thashëm, ai mundet me besu që kjo është e padrejt, për ato ka mendim të rezervuar. Po, na nëse nëse shambullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e marrim si shembulli më reprezentuesi i demokracisë liberale dhe shprehjes së mendimit lirë, Trumpi e administrata e Trumpit e të gjithë pas tyne kohore ta bëjnë gjykatën kushtetuese të atij. Me Jack Smithin prokurorin e të tjerë. Nuk janë në shembull për demokracinë administrata aktuale. Domethënë duhet më tërheq peç asaj. Nuk është shembull. Mandej vazhdojmë me çka është, veç për të drejtë, me rezervu të drejtën për me kritiku kur na besojmë që është e padrejtë. Na besoj që këtë pajtuar me që presidentin Trump është jo konvencional. Po, që veç ka një vazhdim. Unë jam dakord, fuqia atina na vjen shumë. Jo, kur na vjen me qitë cilësime mbi çka është demokratike, çka jo, po shkojmë te Amerika. A ka mundësi veç unë jam dakord që domethënë vendimet e gjykatave e rëndësishme, shumë e rëndësishme është mos me u kontestu për nga zbatimi, bën më kritiku. Mirë po, nëse ajo është, si me thonë, kritik, apo është, si me thonë, sulm i nivelit verbal, mujna me po të e analizu përmbajtjen e çka thot kë. Për shembull, edhe unë besoj që me drejt o dosh mu kritiku vendimi i gjykatës kushtetuese atëherë, kur ka thonë, për shembull, që kryetarit kuvendit i takon të parit në radhë, unë besoj që duhet me qenë shumica parlamentare parimi. Unë edhe besoj që duhet mu kritiku. Mirë po, natyra e kritikës, kësaj here, ndaj e kryeministit Kurti, ndaj gjykatës kushtetuese është kështu, se është e rëndësishme kjo. Thot, gjykata kushtetuese është e këtyne herësht, është e ponit, nuk ka ec me kohën. Pra, gjykata kushtetuese, po thot, duhet me i përcjell ndryshimet politike në Kosovë. Ky po na kallzon çka menon për drejtësinë. Po thot, gjykata kushtetuese duhet me kon linjë politike me mua. Praktikisht, nëse thot, gjykata ka me të kohën e ponit. Ky, o të thonë, që kjo përmbajtje duhet më kritiku. Se une jam dakord që... Se une jam dakord që duhet, do më thonë, duhet me pos pardon për kritikë, se të dhe vendimi gjykatës. Amo, nëse s'kish qenë sulme, ndaj gjykatës kushtetuese. Qëto është pak çka do të diskutuar asaj? Ose edhe muajin e fundit. Do të ishim të diskutuar ç'është ende nuk kemi blokadën. Tamam. Kuvend, edhe nuk kemi kërkonat qeveri. Edhe që ky ka qenë qëllimi, që është edhe allëzimi më herët, zgjatja e kësaj krize. Në fillim, kriza ka nis, e kam thonë edhe më herët këtu, ka nis me qëllimin që zgjedhjet ose kërcënimi për zgjedhje i Kurtit si i pari ndaj partive opozitare është që do të shkojmë në dy palë zgjedhje brenda në tetor. Edhe kjo nuk i konvenonte partive opozitare, edhe ata u barikaduan për ta zhagitur këtë kohë që të shkohet të paktën pas zgjedhjeve lokale dhe situata i doli nga kontrolli Albin Kurtit në këtë rast. Se qëllimi i blokadës fillimisht me Albulin Agjiu ka qenë ky, që të shtyhet, domethënë të afrohet data e zgjedhjeve qendrore ose me zgjedhjet lokale. Por pasi iki kjo situatë, ai e din që nuk mund ta bëjë një kompromis para se të kalojnë këto zgjedhje, që të mos ketë efekt elektoral. Rrjedhimisht vetëmi element ku ai ka mundur të kapet
e ka treguar edhe fakti që u do si procedurë votimi i nënkryetarëve të pakicave. Nëse se ai nuk donte të prishë jashtëm pakicat jo serbe. Për që ta ndajti procedurën, atë e votuan, këtës nuk arritën me votu. Mirë po këtu vjen pa mungesa e guximit të partitë opozitare, ose mungesa e potencës për të futur në lojë dhe për të aprish agjendën e Zotëri Kurti, që për hir të vërtetë është lojtari mirë, se ata është dashur ose ta votojnë propozimin e parë listës serbe, në vazhdim në asaj, ose është dashur ta votojnë Rashiqin. Dhe të kalohet kësi ngërç që i konvenon të Kurtit dhe të shkohet në pikën kryesore që është zgjidhja e qeverisë. Po problemi ka qenë që edhe aty nuk ka konvenu ngërçi, prandaj janë nalë aty. Unë besoj që, do me thonë, kom besu shumë që për disa prej imponimeve që na kanë ardhur me planin e Ahtisarit, sidomos shumica e dy fesht, jenë një lloj paragjykimi mundesh me thonë neokolonial. Pse janë këto? Krejt këto kufizime, sepse këto janë nën supozimin që nëse nuk bëhen këto drejtat garantume, na i rrezikojmë serbët, po. Edhe unë këmë thonë, kjo është paragjykim, se historia e thotë të kundërtën, po. Problemi është që ka jemi të bo sot. Jemi të e konfirmu një gjotë tillë dhe më vjen keq që jem të e thonë. Bile që më të full për veri, unë a keni po, janë bo krejt partitë shqiptare bashk, në udhëheqjen e vetëvendosjes, në Graçanicë, do me thonë, e kanë pajtimin ato të Lumir Abdigjikut, të Memli Krasniqit, Tramush Haradinajt, janë bo krejt bashk për me fitu komunën e Graçanicës. Do me thonë, një sekund, mos më ndërprej. Do me thonë, nëse ti mundesh me thonë, është problem Serbia në veri, a mundet dikush me më tregu çfarë rreziku mundesh me projektu për Graçanicës? Çfarë rreziku na vjen neve për Graçanicës? Çka jena të dosh? Thjesht po doin jenë bë bashkë. Çka jena të dosh na me thonë me këtë sen? Çka është Graçanica? Çka e rrezikon Kosovën? A bën me për Graçanicën në Sollheqet, për komunitetin serb në Sollheqet për një shqiptar. Jo, nuk ka rrezik, por me plan të Ahtisarit ato janë të destinume si komuna me shumicë serbe. Mos marrë gjellë heq specialëm serbe çdo 4 vjet. Është, do me thonë, ata janë kujdes që struktura e popullsisë me qenë kështu. Ato janë komuna me shumicë serbe. Kjo e drejt ose e pa drejt mujna me shtru pyetjen. Mirë, po kjo është mënyra që Kosova u kone pavonë. Çka po du me thonë none është çka na rrezikohet neve sovraniteti. Çfarë rreziku mundesh me projektu në Graçanicë? Unë besoj që kjo është ksenofobi. Nëse pej liderëve të partive shqiptare ka pajtim që jemi të rrezikum për Graçanicës, ti veç jetu thonë qysh une duhemi mi u përgjigj akuzës të Albin Kurti. A për dhe në dhe hajde bohëm edhe na bashkë, tash për morim, qka e qlirojmë Graçanicën, nëse ka një sukses që shqiptarët aty shkojnë edhe rrinë në për restorana, është Graçanica. Çka po dojna me bo, seriozisht se kuptoj. Jena të jo konfirmu, do me thonë, apo dojna na me sundu sërbë në Graçanicë. A është që ky qëllim? Jo, është qëllimi komunë. A do më përgjigjë? Na pedim krejtë se përvollim, e ta shtimunesh me ma bo këtë lojën demokratike, vazhdo. Nuk o lojë demokratike, është thjesht, është interes. Do më thonë, në farë vakti u bo vlan. Këtë partitë janë bo kundër PDK-s. Ama në vija etnike. Unë se paskërëncia në vija etnika, dëgja, në farë tash janë bo këtë kundër vetëvendosjes. Dikur mund më bo edhe aty, normal, do më thonë që Sovjet ka sundu, po më dojë ka qeverisë lista sërbska, dhe janë bo bashkë dhe përpichen me mërzu. A munën, as munën, e tregon rezultati i zgjedhjeve, po këtu nuk ka asnjë gjë të keqe pse më bashkë. Apo Kamzan, a kish me qenë mundun që kjo paket që të frymë politike që ekzistancës, po është me ma po këtu si një ishull i demokracisë, jashtë pe i keq autondon në Kosovë. Para 4 vjetë që këtu njerëzit janë të shantazhuar, dalin pe sallës në kuvend të Kosovës se vetvendosja apo thotë s'bën me votu këta, po duhet Rashiqe. Edhe më shefën krejt. Herë më shefën për gjykata dhe herë për këtyne. Problemi i karakterit tyne, problemi i guximit tyne politike. Për që pun po flasë. Në momentin që qka është patriotike, ose qka është emancipuse, e kitë në varën pej një subjekti tjetër, je i marun politikisht, e veç të urujt kime metë.
Dëgja, në komunën veriore të Mitrovicës, para 4 viteve gjys, kur janë jo para 4 vite, tamam, jo para 4 vite gjys, kretë partitë shqiptarë kanë garu me një listë. Në krye me Skënder Sadikun, edhe kretë që kanë mujtë me nxjerrë, i kanë nxjerrë 2 asambleista. Unë jam të full për Graçanicë. Mes me pashku bashkë, Bavaki asnjë, se kishë fitu asnjë. E kanë bërë 2 asambleista, në rregull, kanë që ata 2 me fitu drejta. Edhe këta në Graçanicë, do më thonë janë bërë bashkë, nashta fitojnë komunën krejt, nashta fitojnë ma shumë asambleista, kjo është... Me se malon në Amerikë, të lëmë Graçanicë. Me të se konteksti o këtë tjetër. Të lëmë Graçanicë. Graçanica s'është veri. Po s'ka lidhur, është interesi partive politike mu bo bashkë mu do. Sot janë pike 5 në komunën veriore të Mitrovicës. Sot janë, garojnë vetëm për shqiptarëve, garojnë 7-8 lista. Nuk i këmë gje, po janë 7-8 lista. Herën e kalum kanë në një listë, tash janë 7-8. Pse s'kanë mujtë me razinë me veti? Po tash potenciali për me rritë numrin edhe të asamblesëve ose prezencën politike në Graçanicë është rritë me logjet e reja në të banuara me shqiptarë. Dhe nuk mund të ky vejtë është qëllimi. Ky është qëllimi ndërkohë që shqiptar më shumë. Ato çfarë po thon? Jo aktualisht me numra si ka. Po, a flasëm me isëm në Amerikë, se të inshallah me shtaj kemi punë të mirë, para 23 minuta është publikuar kjo fotografi. Në ushtrimet e fortë në botë, flamuri i Kosovës dhe i Amerikës i Vjosa Osmani presidentja. Shumë e mirë. Fotografia shumë e mirë dhe... Por edhe mesazhe dhe gjithçka tjetër. Në çfarë është? Cili vend është? Ne në Amerikë qëre, US Army. Në Amerikë po ahon Pentagon në... War College. War College. Një për kolegjeve ma, ose akademive ma të mira në botë, jo vetëm në SBO, në cilën shumë prej kolonelve që është për me përfundu War College, mund është me kalu për kolonelit në general, pra është e do më zëshme për me morë grada në general, do është me kalu War College, është një prej... Provinca në Amerikë. Edhe besoj edhe tash ka të FSK-s, që janë në këtë akademi, edhe është një prej matë mirave në botë, edhe mesazhi jashtëzakonisht i mirë, fotografia shumë e mirë, edhe sa ma shumë e posë qësi aktivitete, me qësi janë ceremoniale dhe tila, po shumë e janë. Dëshmon që raportet mes Kosovës dhe Amerikës nuk janë ato që fare na pretendojmë që kemi ose kemi frikë që janë. Kur fola ma herët për panikun që bishkaktuat qytetarëve, na normalisht nuk duhet as me egzageru, as me minimizu thyrjen të raportet. Pra nuk po flasim që Shqipëria katërheq ambasad, katërheq ushtri, nuk flet më me Kosovën, nuk e nje Kosovën si shtet. Pra po flasim për vazhdim të shumë programeve që i ka Shtetet Bashkuara, sidomos me sektorin e sigurisë, sidomos me ushtrinë e Kosovës, pra me FSK-n, me Ministrinë e Mbrojtjes, edhe këto janë programe afatgjata, cilat sa herë që preken, qofshin këtë selektivisht ose këtë sipërfaqësisht shkaktojnë çrregullën të madh mbrenda sektorit sigurisë. Sepse ky dialog strategjik e përfshin edhe sigurinë. Ato janë politikat e mbrojtjes apo politikat e sigurisë. Pra dialogu strategjik nuk është aspekt operacional. Pra nuk po flasim kur flet për dialog strategjik, ose se me ndërtu Kosovën me Shtetet Bashkuara të Amerikës në mbrojtje edhe në siguri në 10 vjetë të ardhshme, pra jemi të folë për nivel kësisht të nalt ose strategjik, në aspektin operacional, në aspektin e trajnimeve, në aspektin e këmbimeve edhe blerjeve, ato janë programe që nuk ndalen derisa në shtet shihet si armiqësore. Kosova nuk shihet, nuk është armiqësore për Shtetet Bashkuara. Po besoj pajtohesh që nuk thot asgjë në relacionet politike. Sok, unë e thash. Që kjo është e rëndësishme me thonë. Është shumë e mirë, është ceremoniale, shumë e mirë. Mundësia për me realizu këtë fotografi në një akademi ushtarake të Amerikës tregon që na veç të siguria e mirë në Amerikën. Kuptimin që aty as Amerika,
nuk bën kompromis. Edhe me dash, në prish nuk kemi mundësi tjetër, ndërkohë që takimet nëpër korridore me zyrtarët e lartë tregojnë që politikisht, në administratën politike i kemi punët me fasad korridoresh, që me thonë. Nuk e përzit. 2-3 ditë që janë në Amerikë ta, dëgjush kam përshtypjen që kanë fillimisht janë të bënë fargore me zvet atje kush me kanin po takohet. Nuk e di. Dhe po po. Nashta nuk e do bëgore, veç unë një dini san. Që ata që janë atje e dinë saktë që shtetin e kalon dorë Dim Albashës. Po. Kryetari i Kuvendit. Po, kryetari i Kuvendit. Edhe nëse si janë të bogarë, mujnë me bëllë takimet përbashkëta. Pse nuk ishte Donika Gërvala në këtë takimin e përbashkët, pra aty ishte, se më thonë, presidenti i Shqipërisë ishte ministra e punëve të jashtme. Ishte Vjosa Osmani, po nuk ishte ministra e punëve të Ka jashtme. raportet mira, shumë të tjerë. Tash kjo veç tregon ku jena ka të ndisë nga brenda e nga jashtë, domethënë se s'udi Ka shumë kohë që kemi po digoni në vend. Edhe në Amerikë, domethënë këto raportet nuk ndryshojnë. Dibran? Jo, unë asë besoj që sidomos presidentja e ka pas shumë të nevojshme për ashtë sa mundet ajo përmes këtyne simbolikave që thash ma herët, me tentu me thy një lloj narracioni që u kriju mas këtyne pezullimit të dialogu strategjik, që erdhë ekskluzivisht mas qëndrimeve të presidentes, besoj unë. Në thonë, kur presidentja e hapi fushatën elektorale dhe nisi dhe ajo sulmet frontale, një lloj sigurese në bindjen tem që ka ekzistu mes bashkësisë ndërkombëtare dhe Albin Kurtit, ka qenë presidentja Osmani, e cila me shumë gjase dhe jo veç për shkak të takimeve dhe qëndrimeve që ka pas, po ka pas edhe komunikata të tëra e deklarime publike duke thonë që unë e kom rujt